Ulvan, ndoshta me të pyetje edhe një sen, cilat burime janë të sigurta për informata të shëndosha rreth kriptovalutave? Se këto njerëzit hinë, dalin. Po, fakt është se njerëzit për fat keq i frekuentojnë disa rrjete sociale, sikurse është TikToki, është Instagrami, është Facebooki, është YouTube. Çka të shohin më njëherë me besu, ka edhe dalë. shumica e njerëzve se shumica tash luftojnë për klikime. Na e dina se prej momentit që janë monetizu këto aplikacione, do me thonë si YouTube, si Facebook, si me thonë TikTok, ato luftojnë sa ma shumë klikime, sa ma shumë shikueshmëri, sa ma e lartë rritet kontoja e tyne. Dhe ato për me arrit këtë qëllim të tyne, të rritjes së shikueshmërisë, vendosin titull bombastik. Unë e ty ta jap coinin e arshëm që kam shku herën 1000. Dhe ky shka s'ka edukim të mirë fillt. Gjejta. Thot, e pash njonin TikTok, tha herën 1000 kish me shku që kjo mac, ose që ky Kennedy. Edhe hoxhëm me investu. Kur ta shofsh maca, eci, a kupton? Shkojnë e zero edhe. Por atë shkak është pyetje shumë e vend, do me thonë edukimi i mirë fillt edhe prej burimeve të shëndosha. Unë shpesh herë ceki, edhe pse në kripto nuk i kemi shembull ende persona shka janë ekspert me thonë në financa, ato ekspertët e mëdhoj që janë në financa, ato ende qëndrojnë në atë sektorin klasik, a kupton, të tregjeve tradicionale, por unë çka ju tham, që ato persona shka ty t'japin informata për lëvizjen e mundshme të tregjeve tradicionale, ndjeki edhe çato persona, sepse prej 2018-s është shumë interesant kjo mu cek, shembull se Bitcoini dhe kriptovalutat kanë lëviz në mënyrë të pavarur më herët. A kupton? Para 2018-s. Kanë blej njerëzit, ka hyp, ka ra. Në momentin që pat arrit kapital të tregut 1 trilion, tregu i kriptovalutave 2018. Dhe këto lojtarët e njëjtë që i kina pas në Wall Street, edhe na për këto fondet e mëdhoja të investimeve, BlackRocku, se BlackRocku tash është aktiv investitor në Bitcoin, Vanguardi, e qerë, prej kur këto u zhvendosën edhe në botën e kriptovalutave, kina lëvizje të sinkronizume, do me thonë paralele, mes tregut tradicional, do me thonë bursës tradicionale që është SPX në Amerikë, që është indeksi i mbi 500 kompanive më të fuqishme në SBA, që janë kryesisht të teknologjisë, që për momentin do shta ka arrit edhe kapitalin e tregut mbi 45 trilion $. E prej ati momentit të 2019-s, qysh lëviz SPX-i, lëviz edhe tregu i kriptovalutave. Kjo përpjet, kjo down. Dhe andaj është shumë mirë që to ekspert që janë në fushën e tregjeve tradicionale, që zakonisht nuk i gjenë në TikTok, as i gjenë në Instagram, po zakonisht këto njerëz e përdorin X platformën, do me thonë ish Twitterin. E kur i përcjell këto njerëz, a kupton, ti mundesh me pas një pasqyrë, a kupton, të kohjes së mundshëm të tregjeve. Na ketë edhe ofrojna në kriptoshkollë. Por atë shkak, ose shembull, na e kina edhe grupin që operon, është grupi Decode Pay.0, që operon që çdo ditë me ofru informacione, televizjes së mundshme të tregjeve, kina live streams, a kupton, që na shembull mendimet e tona nuk i bazojna thjesht në një qef tonin personal, mu ka kujtu që më duket se Bitcoini ka me shku përpjeti. Jo, se na në këtë mendim arina në fund pas një hulumtimi të mirë fillt të këtë faktorëve dhe mekanizmave që lëvizin tregjet. Do me thonë, për atynve tradicionale dhe këtyne shkajnë në botën e kriptovalutave. Tradicionale, kur flas këtu për bursën tradicionale, SPX-in, në SBA, flas për dollarin, dikush mundet me vetë, pse ulvan ju për përcellni SPX-in në SBA, pse s'pe përcell DAX-in e Gjermanisë, Nikkei-n e Japonisë, ose me thonë indeksin e Kinës, e kështu me radhë, sepse për derisa SBA-ja e ka në pronësi dollarin, se duhet me pas parasysh njerëzit, dollari është valuta që 70 deri në 80% e tregtisë globale bëhet në dollar. Dhe dollari për ndryshe është edhe valuta rezerve e botës. Si shkak i kësaj që 70 deri në 80% e tregtisë bëhet në dollar, kjo e gëzon këtë ekskluzivitet. Dhe në pronësi të kujna është?
SBA-s. Por atë shkak për neve, kahja e mundshme e ekonomisë së SBA-s është ai faktori kryesor edhe i kahjes së mundshëm të botës së kriptovalutave. Posaçërisht tash me ardhjen e një presidenti i cili shembull që është Donald Trumpi i SBA-s, që është pro kriptos. E padyshim na tash çfarë kena me pas vëmendje, në kupton, dhe çfarë ekonomi kena me përcjell. E andaj domethënë botën e komunitetit shqiptar, edhe na si Crypto Albanian, gati u lehtësojna, a kupton, komunitetit shqiptar me u servu këtë çto informata të mundshme. Por edhe ato çdo kush mundet edhe vetë me hulumtu, si thash, unë si platformë informative të shëndosh e kishna llogarit Twitterin. Po edhe ati duhet një filtrim. Se edhe ati ki njerëz që operojnë sikur në TikTok, Instagram ose Facebook. Por TikTok, Instagram, Facebook ishna shmang. Në vetëm do më thonë që e kishna ndjek unë si platformë serioze do të ishte X-i ose ish Twitteri.